Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht letrën e radhës. Një letër që në fakt mua më ka emocionuar shumë, më ka shtyrë të mendoj se çfarë në të vërtet po ndodh me shoqërinë tonë. Është një letër që më ka mbërritur tani, pak orë përpara, por e pash që kjo gruaja në mënyrë shumë me intensitet shumë të lartë kërkon që unë t'ja lexoj këtë letër. Më thënë bëhet fjalë për një histori të dhimbshme. Ajo këtë letër i adreson bashkëshortit të saj, duke shkruar si fillim i dashurim. Po ta shkruaj këtë letër në mes të natës, në ato orë kur shtëpia hesht edhe vetëm zemra ime bën zhurmën. Ora po kalon ngadalë. Fëmijët janë në gjumë. Drita e kuzhinës e nderi e ndezur. Ndërsa unë pres. Pres si çdo natë tjetër. Pres derën që të hapet. Pres hapat e tua në korridor. Pres zërin tënd që dikur më mbushte shpirtin me qetësi. Por sonte, si shumë net të tjera, ti nuk je këtu. Je diku tjetër, je me të. E di ku je. Nuk kam më nevojë të gënjej veten. Nuk kam më nevojë të shpik arsye për të mbrojtur në zemrën time. Dikur thosha, ka punë. Është lodhur. Ndoshta telefoni u fik. Sot jo. Sot e di se burim zgjedh një grua tjetër, ndërsa unë rizgjuar, duke qarë në heshtje. Më dhëm ta pranoj këtë. Më dhëm sepse nuk ishe vetëm burim. Ti ishe njeriu tek i cili besoja jetën time. Ishe ai që më mbante dorën kur kisha frikë. Ishe ai që më premtoi para Zotit se nuk do të më linte vetëm kur. A të kujtohet dita e dasmës tonë? A të kujtohet kur më the, do jem gjithmonë pranë teje? Unë të besova. Me gjithë shpirt të besova. Sot po e pyes veten. Në cilën natë ndryshove? Kur filloi të dukej më e bukur heshtja e saj se sa lotët e mi? Kur filloi të t'jepte bezdisje shtëpia jonë? Kur pushova se qeni gruaja që doje dhe u bëra vetëm një emër në dokumentet e tua? Kam ndenjur shumë net pa gjumë duke kërkuar fajin tek vetja. Ndoshta nuk isha mjaftueshëm e bukur. Ndoshta nuk të kam kuptuar. Ndoshta lodhja, hallet, fëmijët, jeta, ndoshta të larguan nga unë. Kam qarë para pasqyrës duke pyetur veten, çfarë i mungon kësaj gruaje që buri i saj të mos t'i kthehet në shtëpi? Por e vërteta është se asnjë grua nuk meriton të harohet në këtë mënyrë. Ti nuk e di si kalojnë netët këtu. Nuk e di si është të dëgjosh çdo makinë që ndalon jashtë dhe zemra të tre fort duke menduar se ndoshta erdhe. Nuk e di si është të flesh me telefonin në dorë duke pritur një mesazh tëndin. Nuk e di si është të zgjohem në mesnatë edhe të kuptoj se krevati vazhdon të jetë bosh. Megjithatë unë ende të dua. Kjo është pjesa më e dhimbshme. Sepse zemra ime e ndere për një burr që po më shkatëron ngadalë.
ende ruaj fotografitë tona, ende baj bluzën tënde në dollap pa e larë, sepse aroma jote më kujton kohën kur ishim familje. Ende nuk kam arritur të urej edhe pse ndoshta do t'ishte më e lehtë për mua. E di çfarë më vret më shumë? Jo fakti që jem me të, por fakti që nuk mendon më për mua, që nuk të dhëm kur unë qaj, që nuk të mungon kjo shtëpi, që nuk pyet se si jam, që nuk shes se po shuhem çdo ditë pak e nga pak. Më kujtohet kur inim zgjuar deri vonë duke bërë plane për jetën. Flisnim për shtëpinë që do të ndërtonim, për fëmijët, për pleqërinë tonë bashkë. Ti më thoje se do plakeshim duke mbajtur dorën e njëri tjetrit. Sot unë po plakem nga mërzia, ndërsa ti po jeton një jetë larg meje. Ajo ndoshta të shetë buzëqeshur, ndoshta të shetë veshur bukur, ndoshta ti qesh me të, por ajo nuk i ka parë netët e tua të vështira si unë. Nuk i ka mbajtur mbi supe hallet e tua. Nuk ka qarë për ty, nuk ka sakrifikuar rininë e saj për këtë familje. Unë po, kam duruar shumë. Kam heshtur shumë, kam falur shumë, ndoshta më shumë se ç'duhej. Shpesh jam ulur pranë dritares dhe kam pyetur veten nëse edhe ti mendon ndonjëherë për mua kur je me të. A të kujtohet ndonjëherë fytyra ime? A të shkon mendja te gruaja që të pret në shtëpi? A ndjen sa do pak faj kur she orën duke kaluar dhe e di që unë ende nuk kam fjetur? Sot nuk po ta shkruaj këtë letër për të sharë. Jo, dashuria ime për ty nuk më lejon të bëhem e keqe. Po ta shkruaj sepse dua të dish sa shumë po lëndohem. Po humbas veten. Po bëhem një gruaj që nuk e njoh më. Nuk buzëqesh më si dikur. Nuk kam më dëshirë të dalë, të flas dhe të jetoj. Çdo gjë brenda meje është mbushur me boshllëk. Edhe ti nuk e sheh, sepse je shumë larg meje. Edhe kur ndonjëherë kthehesh fizikisht në këtë shtëpi. Nuk e di nëse ajo grua të do vërtet, ndoshta po, ndoshta edhe jo. Por një gjë e di sigurt dhe me shumë siguri. Askush nuk do të dojë me shpirt që të kam dashur unë. Askush nuk do të fal aq herë sa të kam falur unë. Askush nuk do të lutet për ty në heshtje, siç unë e kam bërë. Kam ardhur në pikën ku nuk di më çfarë të bëj. Të luftoj për ty apo të lë të ikësh. Të pres ende apo të mbyll derën e zemrës sime. Çdo natë i bëj vetes të njëjtat pyetje. Dhe në të vërtetë nuk e gjej përgjigjen, sepse dashuria nuk fiket me një buton. Gruaja nuk di se çfarë të bën. Dëshiron mendimin tuaj.